Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Miqdashtun, kam një ner të jashtëzakonshëm sot për me pas fatin me kanë në studion ton të lidhun Shqipni-Amerikë, se gjithmonë kena thonë kena me kanë një urë lidhëse, për me pas në studion ton një ikon të Shkodrës, të Shqipnisë, të manë shqiptarve kudo në përbot. Ky miq është me të vërtet titujt i japim shumë artistave. Dhe në qoftë se është një artist që i meriton këtë tituj, është Bujar Çamili, ner i Kumbit dhe mjeshtër i madh. Mirë se erdhe në Oda Podcast. Bujar, shok, mik, shkodran, patriot, të tana i meritan me gojen plot. Mirë si gjeta. Dhe së pari duhet t'ju falenderoj sinqerisht me gjithë zemër për ardhin tuaj sot në Shkodër dhe për ftesën që më pat që t'jem në mesin tuaj dhe do t'jem sinqerisht tepër i vërtet dhe original me të gjitha pyetjet që ju mund të më bani. Por kam kënaqësinë t'ju përshëndes se së pari ty, Manjola, me cilën kam vite që të njoh, tani e mora vesh që i edhe prezentuse, i edhe këngëtare, edhe i mbi gjitha, i një shkodrane e devotshme, dhe i mesa e një mikut tem dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë më të zonën e tij brillant, mesa e Tonin Tërçanës, edhe vajza e Jace, në cilin e kam pas mik shumë mirë. Prandaj unë ju uroj familjarisht gjithëve ju që jeni në të rrit, përgëzimet e mia si Bujar. Së dyti, falenderoj Markon, i cili është ju herë sot, edhe me të cilën me siguri që jam Marko do të mbaj disa pyetje, do t'i përgjigjem drejt dhe sakt, gjithashtu edhe Elvisin, kameramanin, Producentin e Oda Podcast. pa diskutim, edhe atë që bani të mujtën këtë intervist, zotin Qeka. E thash në fakt presë me fillu intervistën tonë, e kam thonë edhe më përpara në për emisione tjera, kjo është bukuria jonë. Ka i dronë s'pa me vutet anë mundën e me e ba i rizk bukë. Edhe kjo ishte pak prej këti, duhet me dhënë edhe një falenderim në fakt Grand Hotelit Europa që na bani të mujton intervistën, sepse është sezon verët, shumë gjana të zanëna, koha jote e super të zanën. U të regon të gatshëm. Por gatishmëria të tanëve, aja gjonat e vogla, pra ita janë ata gjonat e vogla që kanë vlera shumë të mëdha, sepse një fjalë e mirë, një gjë e mirë, Në besoj se duke qenë gjithë të qite të mira, besoj se edhe podcasti jonë do të shkojnë shumë mirë. As pa dyshim, du mi allon nerin Markut forin, po ja të mbullave. Jemi marë. Bujar, përshëndetje herë dhe faleminderit shumë për teje që i ke pranu më ardhë në podcastin tonë. Është kënaqësi e veçantë për ne, sepse jo vetëm që ti një idhull i çdo shqiptari anë mban botë, nga ana artistike, po dhe nga ana njerëzore, sepse je një shok i mirë, një njeri i mirë që gjithkusht flet mirë për ty. Kisha dashur me hap me pyetjen e parë, jena në sezon verët dhe si po priten emigrantat në Shkodër këtë verë. Kena informacion, megjithëse na kena pa në rrjetet sociale se numri i turistave këtë verë ka ra. Si mendon ti se është numri i emigrantave këtë verë në Shkodër? Si të them të drejtën, nuk e di se kush mund të këtë tanë që numri turistëve ka ra, po unë kam 2 orë gjysmë që sillen me për Shkodër, me parku makinën e nuk gjej vend. Ashtu, Dhe jo, të ma besa. Edhe kështu që është një numër jashtëzakonisht i madh i turistëve. Jo vetëm Shkodër, por në të gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë, kush e di, unë duhet të them nga që jam për çdo javë në fluturim, duhet të them që në bazë një miku
tim që kam në aeroport të Rinasit, 178 fluturime në ditë bëhen në Rinas. Imagjinoti tash llogaritim me ka 300 vetë një avion, se sa njerëzit hinë e dalin. Kanë zgjedhë Shqipërinë, kanë zgjedhë Shkodrën, sepse faktikisht në Shqipërinë, sidomos jugun pak e njohim, po e dim ku janë vërtet më të bukura, por në Shkodër kemi vende jashtëzakonisht të bukura. Kemi Filiporin, kemi Erasmën, kemi Reqin, kemi Trethin, kemi lumin e Sharkës. Janë shumë gjana që njerëzit i shohin në vërdin e kalojnë bukur. Po më fajonerës më bëhen shumë qefi, sepse mendoj që na migrantët jena pjesë e Shkodrës dhe Shkodra është pjesë e jona, jena një. Nga ana artistike, si tha Manjola, është sezon veret edhe jeni shumë i zonë. Jeni i zonën tonë vitin, po sezon veret. Ku jeni ty shpenzu verën këtë vjetë? A keni me ne në Shqipëni, me punu në Shqipëni, apo do dini edhe në për shtetet tjera? Të thëtë drejtën më shumë se në Shqipëri, sidomos në Tiranë, në Shkodër, se sa në vendet e tjera parasysh se të gjithë migrantët, qofshin në Itali, qofshin në Belgjik, ose në Zvicër, në Gjermani, Holland, kur na japim koncerte vazhdimisht, ose edhe në Greqi, domethënë të gjithë kthehen në vendlinje. Edhe kështu që në takon me këtu, si më thanë, shumë në Shkodër, në pika turistike, si që është Filipoja ose në vend tjetër, por mos harrojmë tu dhe që janë shumë një masë që jashtëzakonisht e madhe janë gëzimet familjare të njerëzve që martohen, që në skena kam i hika sa e punë, se duhet me shku. Normal. Me të thënë të drejtën nuk e kam besu se para pak javë pat në intervist një djalë shkodran që edhe i vjen i ban dasmat Arsidit që i ban vjen për dasma në Shkodër edhe më tha jena 7 ditë e javës. Thash më duk pak e egzagerume, se kam thonë dikur në kohë tonë, nuk janë martu, tonet martet e mërkure. Dola se të nadën Shkodër, shafte kisha, zbukurimet, nusi ato 11 nadës. Isha para 2 ditëve i vend tjetër. Ja, po ditë javë shumë. Nusja, amena. Janë problem orkestra, problem restorante. Ajo, do më thonë që nuk gjejnë. Që të mos muj gusht është një muj ngarkuar për gjithë. Është muj fantastik, që më thonë, pa atë që... Po. Po, normalisht. Po është i muj i ngarkuar, faktikisht. Shumë muj i ngarkuar. Pyeta ty para 5 minutave, ma dhe listën, kam kënë. Hanën, të martën, të mërkurën, të ejnëtën. Dhe më thonë, është një super lodhje për ju? Lodhje është, faktikisht, me të vërtet është lodhje, por ne si këngëtar, të thënë, profesionist, e kemi zgjedhur atë mënyrën e zgjedhjes se si duhet shkohet në një ambient, ose si duhet shkohet në dasëm, ose si duhet përmunu në një koncert. Më thonë, unë për veti, që mund të jenë këngëtar të parë shqiptarë që i kam bërë zgjidhjen, edhe them se më ka dhënë me shumë rezultat. Si manager, së është e letë? Zgjidhja është, unë nuk shkoj në një ambient familjar, në qoftë se me personë që zoti i dasmës thot që duhet të jesh gjithkohë. Në më thanë, gjithkohë një thënë me shku qysh në orën 9, me fillu me këtu sa ku në ka dalë nusja, që unë kam harru fjallat, e kësa e kam, edhe me marrun aty 2 gjystra, ja. Asë një nërë, se e para punë erë, s'kam nevoj. E dyta, po t'kisha vazhdu ashtu, me atë rritëm, mbasën nëse nuk do t'isha kjo që jam sot. Por gjithmonë kam rrit vetin, kam rrit pozicionin tem, duke kujtu të tjera që më thasin që o zotëri mund ke 11 dhe në 12, një orë, ose ke 12 dhe në orën 1, një orë. Zgjidhe cilën do në ti, mund ke fiksat. Rrim atere. Bravo, jo, është tërtu, do më thonë, janë këntar tjerë që kanë orkestrat e kanë gjanët e veta që shkojnë në rinu gjithë natën, se kanë problemat e.
s'kena nevojë të qenë. Gjithçka kur i thojnë me kohë. Me kohë, nuk ka problemi se lovësh. Po më kam për shembull, kam një dashëm në Kosovë, nesër, mas nesër me datë 5, në bjen. E kam në Dragosh të Kosovës, edhe jam vetë, fillim marim. Nuk ka se shkoj se vaj. Por më ne varet. Po, të rrethanat e tjera që... E kupton Marko. E kupton Marko. Më the para pak minutash më kur je larg e ke ardhur mas shumë vitesh këtu, normalisht që koha zehet edhe nuk jam shumë në rrjetet sociale, më tha që sa po ke lançuar një këngë të re. Po. Më trego pak për këngën. Po, ishte që stash pari teksti mikut tonë për bashkë të Ramazanit, një tekst shumë interesant, shumë i bukur, i kapshëm nga spektatorit, me muzikë të djalit, Artionit, sepse Artioni ka një studio me produksion muziko shumë mirë. Bravo. Edhe me muzikë të tij, me tekste të Zhanit, Zani jem, e pa me ka një vëdit që keni zjarë, shumë bjerë për e. Si ka... Titullin ka Hajde moj ta marsha. Hajde moj ta marsha. Në gja. Hajde moj ta marsha, tek ti kam marat, rafsha e mos u vrafsha, ta ne ti hak. Po ku ka si kam shkollërone? Të shti ma recit. Si qesh marrë. Të shti ma recit. A i ko haka si ko haka. Ke ka këngë mi propozu dikuj? Shive. Në gjë. Në fakt në skofe të që herë. Të shmet pas ty këtu, edhe me ne recitu s'ka lezet mërmur. Dhe me këtu, E fije, qatë ushti. Hajde moj ta marsha, tek ti kam marat, rafsha mos u vrafsha, tana i ke hak. Bravo. Vojar Shamili, në gjë i ke gjithë dakon që mesin në veshin e të tonëve. Aj mille plak o maletin, trandafile mullu me les, në këtë natë lopa agin, putën tanë po e pres, në prejnin tim nuk e piklin, do të shkrijen dashuri, e atë pres me padurin, të jetojmë sa jemi tri. Nërgëzime, unë ju ardhësha, qefi bëhet me shkodran, aron shkodrët maj ta marrësha, merën ta me knaqe dynjan. Në gjë, mishi kur i thoi, kjo është një super knetësi me pas nerin. Unë me recitu e ti me këthu këngët e bukra që mesin vit, dekad, edhe sheku i kanë me mejtë mrapa, sepse janë të punume me një dashni të jashtëzakonshme, me një pasion të madh, edhe në gjë, ja ke ba me hile këty tjerëve, se i merr aty ku janë më të mira, dhe më lejnë çdo milion tjerë për marë. Ka bol për ta. Unë kisha qef me ba një pyetje, se edhe kam qef me ta ba si Mark, por edhe mendoj se shumë njerëz kishin pas qef me ditë. Basë shumë pyetje femna se gjamet, se nuk përgjigjen. Ja, di asë nuk e bëj. E di se aty nuk përgjigjesh. Po e kisha fjallën, unë jam shumë kritik, edhe pse jam ardashe, se du këngën, po edhe jam kritik i këngës shpeshherë. Edhe këta kohët e fundit më ban shumë përshtypje ky brezi i ri që ka nis me kënu, në shumicën e rasteve kur shkojnë kur vinë të nanë në migracion këtu në diaspor, ose kur shkojnë në për dasma në ekde, ose bëjnë koncerte, tanë kënojnë me playback, si thire, dhe më thanë kënojnë me inqizime. Kështi, na nuk jena budal, na i dim se kush kënojnë live e kush kënojnë me inqizime. Po, a është kjo një karambol që pa bëhet, dhe me thanë, me artin, sepse artistet e vërtet, se unë për shamon ty të kam një të 30 vjetë, 40 vjetë të kënu, edhe gjithë mund të kam një të kënu live. Këta këngëtarit e ri... Ta një jetër kemi në gjuhë të kënu njëshë.
absolutisht. Kur këndojnë playback në një koncert, që ka mundësi që është koncerti madh që janë 3.000, 5.000, 10.000 vetë, Normal, si që kisha normal. koncerti këtu para bashkisë, si që gati 12.000 Po. vetë, pa? Normale. E pa që isha me orkestër direkt, ishe me live, isha me orkestër me 12 quna, kur ka rastis me këtu në kështu, me playback, ma tu kredi si i moa. A i këtë më dhe unë që atu ma kështu. Po. Nuk është e Po, bukur, kam nuk është e thënë bukur. se Nuk është e bukur. si dakor se ka herë kur është një 3.000 vetë, 5.000 vetë, është krejt normale. Por ka këngëtar që nuk nën një këngë live kur. Kjo Nuk është është e problemi. bukur, Markun i di. Si ku janë artistat më të mëdhenj dhe artistat më të mëdha. Domethënë, kjo kritika jeme nuk është në kritikë për me i vuata një pozitë keqe, por problemi është se edhe në qenë spektator, e dina se kjo dona me në i live, e kjo dona me në i playback. Të mora vesh, të po të shpjegoj me pak fjalë. Po, Sot, një këngëtar i ri, që del, dje vjerë, a i mund të abuzoj me këngë komerciale, abuzoj. Edhe pasaj se e shku ma detit, si shuhet, unë ditë të më teqi, unë jam rritë një bres, këngëtarësh, me Biknoje, me Shqyqyria Lushin, me Torin Tërshanën, me Bashkim Ribari, me Violeta Zefi, me Naila Hoxhën, me Ibrahim Tukiqi. Dhe më thamë, kam qenë shumë i ri, kur unë ata i kisha simpati të jasë zakonshme për këta. Ka pa diskutushme. Dhe më thamë, duke një ka rrugën e tyre, e duke këndu pastër, që do mos kanë në Shkodrane, ashtu si që është vetë kanë në Shkodrane, shumë e pastër, pa të një mingla, pa. Jam mësu me këtë itinerar, edhe e kam shumë të vështirë, me u largu prej originalitetit. Jo të vështirë, po e pa mujtë. Nuk ka se unë nuk kam të mu për shemë kanë të tjera. Kam të mu edhe një balada, që në mes 10 kanë nga Shkodrane, kam fut një balad, për arsy komercialitetit, si që atë mos u largo, nuk jam mos sikur atëherë. Disa kanë, po që kanë muzikë, kanë melodi, mrep, a këmëza, që ke qenë këtë dëshirë një gju, si kanë. Nësa këto marrë këto këngëtarë të rinj sa dalin, o kanë qef në serbisht, o kanë qef në greqisht, o kanë qef tallava, që për mua është fjala më e madhe. Unë nuk du me fry absolutisht kërkan, jo se cili ka punë e vetë, jo se cili të si ma shefi ti, se cili ka punë e veta. Por unë si artist nuk e pranoj në gjatë tillë, se pranoj. Kam thënë edhe herë tjera, që nuk e pranoj. Edhe kështu që ata duke fillu me këtu të tilla kanë, ashtu do ta vazhdoj. Nuk ka mua i me një bujari nëse po një qënë letër, apo një qënë biko në shyqin, Antoninën, unë kam me makinë deme, ti me ardhë, makinën deme, me pa diskon, ke Sherif Mërdani, ke Torin Tërshanën, brezën e të këngëtarëve Kosma Dushin, të gjitha jenë Malibohovën, të gjitha të këngëtarë që ka e kënu live të andjetën, me 20.000 festivale. Këngëtarë që janë të lindu. Jo këngëtarë që veshët bukur aja, më falë se kena zë, është në imi një fund, del aty, që do me të regu ti? Ti do me të regu pjesë e trupit që që ke, apo do me servis, ati tjeti që ka në tavolinë do me servis kangën. Me zarë bukur, me i kangë bukur. Më thanë që, e që në marmar, ka hi inteligenca, ta shqip që atu u po, me musike, me dreqe, me bire, me gjithë që ka më ru, kre. A du me, pra ndaj, ne, disa këngëtarë, për shemë, disa këngëtarë, si jena në Shqipni, për shemë, si jena tradicional, faktikisht, Bujari, Elifara, Fatmira Bërçani, Zhimnika, ahoga, që janë disa këngëtarë, që janë tamam tradicional, këta nuk vinë ma. Shumë e vërtet. Absolutisht, ja. Harroje se vinë ma këta. Shumë e vërtet. Harroje ti se rritet i bres, që po thët, inshallah po i gjaj Bujarit. Jo, mërë se ka menën hiq të une.
E ka mendë vetëm Kjo është një fatkeqësi e madhe që i nullë artit. minus, fatkeqësi. Kjo është herë parë, tu s'ka censur, tu s'ka shtet. Tjera tamam okej. Dhe që me thënë tamam. Pa frikë dhe me shkëroja të laga. Tu s'ka shtet. Tu s'di qa. Sa mjeshtë, sa nere kombit, sa këntar nere kombit këntar Shqipnin. Asnjë. Vetëm më. Një stimu nuk e ke. Me t'i dhanë qemat 200.000 lek më ujë, ka të hërgjoj pje i kafe. Jo, të, kur bëhet 65 vjeç, do ta marrësh pension. Me prej të shionë dhe 6-7 vjetë, asaj bjen, dhe që ta marrë pension. Të janë në fakt krime me kuptimin e fjalës. Se në kohën ne nuk du me përmend atë kohë është mos atë kurko. Sa atë maja kohë. Kur këto ishim teatr, vishin 11 vetë komision. Një nuancë të vogël këngët, hiç e këtë të se kësë d'ma. Në vërtet. Dhe me thonë kërkoshin në amanat që duhet. Sot s'ka më. U jarë ti është shumë drejt që e thu këtë prejke parë i fije kur the se disa këngëtarë të ri mundohen me kënu me nuancat e këngës greke, jugoslave, arabiane, talava. Edhe kjo turke njën e tjetër. Kjo është përmend një fatkeqësi për muzikën e traditës shqiptare, sepse muzika shqiptare ka ata kolonat e veta, e cila ka ecë edhe përpara brezit tanë, por sidomos brezi juj dhe ju personalisht e keni marrë me kaq fanatizëm e me kaq dashni muzikën shqiptare dhe muzikën shkodrane, dhe është një fatkeqësi për kulturën tonë që sot ky brezi i ri fatkeqësisht shumica atyne, se ka edhe të mirë, shumica atyne po mundohen me e cungu. Ne na vjen keq sepse muzika shqiptare dhe muzika shkodrane duhet të jetoj brez mas brezi dhe mos hupin, sepse mas brezi... Kështu është por ka ndërru të në lojnat, ka ndërru filmat kërete. Po, na shohim që ka ndërru edhe fatkeqësisht na vjen edhe keq. Edhe shumë vështirë bilet me e marrë veti. Po. Unë para disa kohëve, jam mundu me fjalë me tjera të gjithë këngëtarët e moshës 1-60 vjeç, 63, 65, 66, shumë këngëtarë shkodran, edhe bëna një koncert me këngë shkodrane, pure shkodrane. Si që ishte për shembull kur me der, o gjo sa e bukur, a deke nga gjyla, o të kur me shkon si zërë në vavre, po ti qaj ke thonë dikuj, o të kripi kalin faqe, e tjerë. E bëna një koncert bukur me këta, baja se unë ishi bukur, edhe pasaj me nova. Se shqipë si kur ka pa thonë qeka, jo po, më duket se qeka po më duket se ka thonë zani, apo e ka thonë tjere më zanë. Fjallet që bën bujari se bën shteti. Bravo. Edhe bëna i koncert tjetër me presa e këngëtarëve, edhe doli njerë sa konisht bukur, po vetëm këngë shkodrane. Pastaj, fillova të thuj kryt të menu. Vetëm si e si, që këngë shkodrane në kostumin, të gjitha shpenzimet e mija, të gjitha hëngjimet e mija, s'është problem. Se kam problemet. Edhe ama pa e ta, qa bëna? Ula mora i liber me 500 këngë shkodrane. Të dy, po i shifshet gjithë kompozitorët më rrallë. Nër të gjitha kompozitorët më rrallë, ma të rhoqi vëmendin 2 kompozitorë. Paulin Pani edhe Hasan Presa. Që ishin e kompozitorë, po t'i futesh librit o t'i digjesh këngë të tyre, thu pas ka pas bujarin të rritë. Edhe more nga 12 këngë të njëri, 12 këngë tjetëri. Po këngë që zdin gjëra kush me tiftu, qëfar mrekullije. I mora e gërmullova këngëtarë, një 22 këngëtarë, sa ishi, e bam koncert. Thuti mu, a erdi në një prej bashkijet me një gjuhë. Kërkush. A erdi në një prej kulturët më ardhë me një gjuhë. Kërkush. Pa në koncerte, me provë, me strapacim, me qa me tonë mujare. Unë e funit me e bam 2 net, u mbush teatri plot e për plot, edhe dolim me sukses. Qysh një atëherë më në i thash vetit, që i ban kot? Ja, nuk i ban kot, sepse ajo kontributi që ti jep, edhe në qoftë se nuk të dihet sot,
Atin si është edhe ajo tjetra nëse din gjithmonë një piktor e merr famën kur sa shmatën. Ti çdo na me shit këtë pikturë 1 milion sepse e ka por është fatkeqësi e madhe që i nol artistit. Ta s'paguajnë pensionin. Është një super fatkeqësi sepse presin deri në minutë fundit. Ti e din shumë mirë se sa artista të mëdhenj kanë shku pa asnjë lloj meritet, pa asnjë lloj titullit, që i kanë dhënë shpirtin artit shqiptar, edhe këngët ose veprat e tyre nuk do marrin kurrë, por amash populli gjithmonë po duhet edhe qeveria duhen të tana për mi stimulu këto njerëz, por të paktën populli si harron. Ashtu thaj i prokurorit, në emër të popullit tha. Populli ishte fjetë. Populli ishte fjetë. Po në gjumë kanë ditë natë. Ja, është fatkeqësi në fakt, por vojar. Ti e din që në çdo cep, kudo që ti jesh, sado vend i vogël ose i humun me kënd, kudo në përballë me kënd shqiptar, kur shef vojarin, kur i thoj për ulën ndaj respektit që kanë për ty. Kjo është, domethënë, pa diskutueshme. Me pasi me thonë në çdo anë ka atë uroj që një ditë në fakt ta kuptojnë qeveria se sa me vlerë është arti. Se ndoshta ka i herë thëmë, ja po jena të marrë me këtë edhe nuk ka rëndësi arti. Arti është një kulturë që nuk ka shpërblim. Faktikisht, flas gjithmonë për qytetin tënd për Shkodër, nuk ka se kanë mungu koncertet, aktivitetet, qofshin me artistat huaj, qofshin me artistat shqiptar, dhe kjo ka kënë një iniciativë, gjithmonë, një iniciativë fantastike, i cili t'i përqen arti, zotit kryetarit bashkisë Benet Becit. Të partën e koncertet e mia ka qenë i pranueshëm me gjithë shka. Gjithashtu edhe me praninë e shumë koncerteve tjera që kanë ardhur në Shkodër, qofshin Kala, qofshin para bashkisë, qofshin teatr, e kanë dhënë kontributin e vet, edhe më shumë se çdo kryetar bashkie tjetër që ka qenë. Bravo. Kjo është një merit e tij, këtë s'mund t'ja mohohem, edhe biles prap në shumë e thanë që flas ti personalisht. Unë personalisht, nështë marrëdhëniet e mia me te janë shumë të mira, edhe nëse mund të them kryetar, kanë ardhur gjithë emigrantët, do bëjnë një koncert jashtë. Ka, të bjen skenën, bjen fonin, bjen televizionin, të gjitha, pa të thënë. Prandaj unë e falenderoj shumë, në emër, kam të drejtën të them, në emër të gjithë artistëve shqiptar. Bravo. Më vjen mirë të paktën që ndoshta një kanë më kthy atë që meriton arti. Edhe falenderimi shkan edhe për nesh. Sepse ne i kena bën një përshëndetje në fakt zotit Benet, ishin në fund vitit, festat e fund vitit, dhe e kena nisë prej atje, është postu në rrjetet sociale të tij edhe tonat. Kjo e kena pa domethënë edhe mbështetjen që e ka dhënë për. Ja, është vërtet, nuk është diçka ose po duhet më kjo është shumë e vërtet. Jo, shoqëro zot, që po dalin njerëz me ju ndihmu ju, edhe mos mu harru me ton drejtën, sepse në Shkodra është aq e bukur, aq e mirë, sa ton që keni shkruar zdi sa kanë ke vë, ndoshta edhe Marko me atë pemën e vogël, jo të një artisti të madh, por gjithmonë Shkodrës ka dhënë atë që meriton. Po. Tan edhe gjyna se s'dona një ditë tjetër kena me pas, s'dona me përmend artista që janë përmend me pentar si zoti Gjeka, që do kena rastin me pas edhe atë për me na diftu, por Shkodra po s'ka pas në fakt këtë token are që i ka zerë tonë të artistave, që? Po, Shkodra nuk është ka zerë vetëm artista, Shkodra ka zerë sportista, shkrimtare, çfarë të dush. Zdi dhe më thonë, zdi a ka në një, si atëherë, si tesh,
që me najtë Shkodra mrapa në i lloj konkursit e në i lloj lojet e Është në pa i lloj. mundën kudo që ka festival, kudo që ka konkurime, kudo që ka sport, kudo që ka art, mos me qenë shkodran. Edhe me fitumi. Edhe me fitu. Po, dhe më thanë, me ullnizoni, jo se thjesht pjesë mars, Po. por për ullnizoni, kështu që i fje tokën e mire pas kena pas veç. Po da marrë. Bojar djersa me të pyte diqa se unë e di shumë mirë marrëdhënien se si ka populli shqiptar me popullin shqiptar të krahinës Kosovës, por ju si artist si keni marrëdhëniet me shqiptarët e Kosovës nga ana artistike dhe shkoni në Kosovë, bani koncerte, dasma, mramje, si keni marrëdhënie? Është e pamundën që për çdo vit të ri, po flas për çdo vit të ri që i bën organizimet e natës vitit të ri, pra gjithmonë për vete, të mos jenë televizionet RTK, Radio Televizionin Sinjishi, Dugaxhini, të gjitha ato televizionet të cilat unë kam, si thonë asaj, kam qenë një pranishëm në emisionet e vitit të ri. Biles para 2 vitesh kam pas një program të veçantë nga dhe 1 orë 20 minuta të televizionit Dugaxhini për natën e vitit të ri të Kosovës. Ju them diçka që është mas e vërtet, unë patjetër, por Kosova ka një respekt jashtëzakonisht madh për bujarin. Unë jo banal kisha programet, isha në Prishtinë, isha në një lokal, mund të imagjinosh, po ti shohësh pamjet, se çfarë kryevepret, se çfarë mrekulliet, se çfarë pritje. Se ta them të drejtën, janë shumë kulturë. Sinqerisht, ma beso. Janë shumë kulturë në qëndrim tavolinash, në shërbim kamarera. Në është e njohi ma mirë se na, pa diskutim, pa put. Por unë kam shumë respekt për atë shtet, i cili në kaq pak vite ka jetë shumë. Por tam ka jetë shumë, sinqerisht ka jetë shumë, se gjanat shifën e preken me dorë. Edhe kështu që unë jam vazhdimisht i ftuar atje. Edhe kur shkoj edhe në Velipoj sepse Velipoja pak në 70%, mos me thonë 18, pa hekua 10%, 7% e tyre janë tanë Gjakovar. Ashtë kërë Gjakova në Velipoj. Pa të shumë. Kaloj rrugës, tanë flasë. Kisha 2 koncerte në Velipojit, para një 4 javësh. I koncerte kisha me Randa Liboon, i koncerte kisha me Artio Ratoska. Lot lokali, mush, nga Gjakova. Por qytetar Shqipnisë, dole. Por, Gjakovar, sepse ata e një vendi si Shkodra. Dhe faktikisht ashtu ashtë. Kena shumë tradita. Kena si të mund ty, muzikin, gati të afërt. Ata tanë jetën e tyre kanë marrë kanë shkodrane, apo i kanë kënu. Pavarësisht mënyrën e vetë. Por i kanë kënu. Po të referosh historisë dhe librave të vjetër, tregtia më e parë që ka qenë, që ka bërë Shkodra, qoftë me Venetikun, qoftë me edhe, ka qenë, burimi kryesor ka qenë Gjakova. Ashtë. A, kupton. Ka nisët kotrisht. Edhe kështu që unë kam shumë simpati, por nuk jam vetëm unë që shkojnë në Kosovë, nga këngëtarë shqiptar. Pa për ashtim shkojnë shumë. Shkojnë shumë. Por unë kam shumë miq atje. Edhe i du fort, edhe i respektoj shumë, edhe më dojnë shumë. Unë në koncertet e mia recitale, radhë dhe hiç mund t'kim pas në këngëtar shqiptar të thunë, përveç kolegës të eme që ate e kam shumë përjeqme, Artiolin. Po se. Me kalimin e kohës nuk shta bëhet Manjola. Se nga që ishte Artiola Manjola. Edhe kështu që përveç Artioles, unë kam pas dhe gjithë musafirët e mi në koncertën recitale kanë qenë Shkurte Feza, Shkëndzeni Tishi, në një maset të shikë, edhe s'po më kujtohen. Gjithë mund këta, këngëtarë kam pas një me ta. Kam miqësi jashtëzakonisht madhe, me të gjithë të përmena, me Damin, me Afrimin, me Sinanin, me Sabrejun. Po mba koncerteve në Amerikë. Po s'kemi janë të turistë, i kemi ba në New York, New Jersey,
në Philadelphia, në Ohio, në Chicago, Në Boston. në Boston, po ardhë, dhe Detroit. Jeni largë jo marë burë, atje është të toftë. Ja, toftë marë burë. Na ka dalë nami mërë se nuk je. Jam ma jeni largë. Kurse harres, Faleminderit për përgjigjen, si ishte për një përgjigje, jo vetëm përgjigje pyetjet, po ishte madje për filozofike. Edhe kjo që the ti, është ajo që shumica e shqiptarëve, jo vetëm në troje shqiptare, por në përbot, e androjnë atë Shqipninë e madhe, por Shqipnia e madhe nuk është ndryshe po kjo që the ti. Sepse kur arti dhe muzika midis këngëtarëve të Shqipënisë dhe këngëtarëve të Kosovës është i bashkuar, kjo është një farë bashkimi të kombëtar, sepse muzika dhe arti dhe kultura bashkon dy kombe. Dhe nëna një komb, dhe pra kufini nuk ka të bëjnë këto, nëna të bashkuar. kjo është sinqerisht me gjithë zemër të thash, kjo është mendimi im, edhe kështu që mu Kosova në përgjithësi më pëlqen për shumë gjana. Jo vetëm për artin e muzikën, po për shumë gjana, pavarësisht se tashi si e thonë pyll pa dera s'ka. Absolutisht. Por Kosova është Ja, edhe diçka tjetër kisha. që të dushit kanë thënë, vetëm për femna më së pëtë. Ja, këto diçka të për femna pak, po. Ta që ma. Që mira pak. Se s'di, nuk ti edhe më të përgjish më prati. Po ja, jo e kini kënu dhe njës me dekada, kaq bukur, edhe vajzës shqiptare dhe vajzës shkodrane. Keni oltu, keni shku në tana vendet e Evropës, në Amerikë, Kanada, keni po vajza dhe gra shqiptare, unë i baj shumë reklam në anën pozitive sepse e meritojnë. Kush mendon jo se i ka vajzat më të bukura, cila krahin? Unë thëmë, nuk e di a quhet malësi, nuk e di a quhet malësi, po unë do thosha pjesa malësi se tuzit. I ka më të bukura, Migja, këto vim dakord bashkë, sepse... Të na bani me hile. Ja, bujar. Ate se e vora, shikoj se nisi, Në lamekoj, ha? shikoj se nisi. E ka pa se më kujtu diqa. Ja, këto bi dakord me ty, sepse edhe na kena shumë vajza të zonës të Malit Zi, nga Tuzi, nga Gruda, nga Hoti, që janë këto dhe prejmen, janë vajzat bukra dhe janë modele. Por, kur A vjen... kam thënë tamana se kam thënë. Taman e ke thënë. Adhurojmë sinqeritetin. Është ide. Sidomos, dhe më thanë, vajzat e Tuzit, e vajzat e Malësis të jenë krenare, si me Allah këtë kompliment Bujar Qamili, kja është një merit në vedi. Ta pa një gjona të isho? Po i shkolla se kena dhe pak shikusa. Ta pa një gjona? Na po i përshnesim, por do na i përshnet tanë femna shqiptare. Po, pa në sotim. Po në vend dytëmër se në gjë, të shqipnave në dhe i vend dytëmër. Ripa marak, se tanë fena shqiptare ne i përshnesim, se ti je avokate e fena shqiptare, por në këtë rast jena ty lëvdu, që që rri e qetë e mos u shqetësa. Pa jamar, po më ndajnë me në të. Thash gjohë i shkreti. Më rëshkreti mirë i lëftu. Thash gjohë mërë, ka thash gjohë. Ja. Të më bëne pytjen, i të përgjigja. Ashtu është. Unë me ke kështë thonë për Shkodrën? Po. Pse mërë, po në shoni shkodronit të, se unë ke shkodronin i të në studio. Mos në shoj, mërë burë. Ja, ma njëra kene për jashtim. Në majti me hatër tesh. Bujar, ju artista, sidomos ju këngëtarët, periudhën e verës, e keni periudhën më të zanën me punë. Kurse na tjerët më dhona që gjatë verës me pushu. A ban një farë pushimit në verë me familje, kënë në i plazha, në kënë apo i zanën kompletan verën? Zotën më besa marë kam vite që se njof pushimin hiq. Absolutisht. Parë për to që dhe më njëllës, kam gjithë tash një 3 ditë, javën tjetër tash për shkari në Pogradec, atje se kanë liqenin. Kanë atë liqenin e bukur, liqenin e bukur. Po të regoj diçka, me qira punë e liqenit.
Aha. Ishte një pogradecari me një shkodron. E i thot ky pogradecari, thot, dhe e kena thot liçenin më të mirë se ju të Shkodrës, si thot. Ja, më i thot ky shkodrani, për çfarë thot se e pas keni ju më të mirë, thot. Por sot thot e kena më të mirë, thot. Po pse e keni më të mirë, thot? Po kena thot që na thot, kur e hedhin thot, një kohë me mush me ujë, mushet thot në peshk. Thot ky pogradecari. O, ja ma i thot ky shkodrani, ne kur dana me mush i koku i largojmë peshkun. Ka shumë pesh pjena, Edhe, ja do të largojmë atë. A thash po i gjenja 3 ditë, po shkaj thash pogradec. Mas 3 ditë fillon në turin. Pije turin e parë, thash e kam i dasëm në Dragash. Në Kosovë, Dragash. Atje do shkojmë. Kështu që s'kena pushim marë. Për zotën ja. Se fillon e vim festat e nënorit. Fillon me vim në Amerikë, ka nënori. Mos vishim nënor në Amerikë, vim për vitri. O në Angli, po të rregoj një diçka që masë se keni gju, as të jasë manjona. Kam 26 vjetë që se bëj vitin e rinë shpi. Ta qatë Ja, sakrifizo. tjetë të është duhet më thonën ty, më thuj ti mu. 26 vite, pa ba vitin e rinë shpi me familje. Është sakrificë që ban në fakt artistët si fakt, sepse asnjëri nuk feston asnjë festë me familje, por janë tonë të Pa ta të lene i herë, goresh. Një herë lene të resin. Ma s'ka i herë. Lene ata dollarte, lene i herë, lene i tonë, rrinë shpi i herë. Ashtu. Mu në familje, me njëre për qef, me marri telefon me ruti keshe. Prejt aty vjen viti i ri, marri mikrofonin e fillojnë 10, 9, 8, 7, mi marrë të familjes telefon, s'ke mundësi ma në atorë. Normal. Zanati bukur, marë. E nuk s'ma du mani në fakt që publiku e kupton se sa si fakt është sakrificë edhe sa punë e lodhshme është. Sepse ti, si ishe i smur, si ishe i mërzitëm, si ishe me nerva, si din Marko. Sa e bëj fjallë, sa dalë ka e tyra, ka e ndryshe tjetë, thati. Sa mirë mërë thati që shtyre tjere? Allah. Por këto janë zanate. Se nuk mund është kur i thojnë me shku në gzim atia, me shku që do me ba, së mund është me ba me nerva, se nuk është punë që bëhet me nerva, nuk është punë që... me qef. Aja është... Së me ditë e tjetër, që ke pati në shpi, që ke pati si problemet. A të gati jenë me kryo atmosferën, po atas. Por nuk është e lejnë. E letë është si punë, në një. E vërtet. Po në gjë thojnë, hatë ma se të ba qef... Po, që thojnë. Kur thot për shumë... A se i futi tralala të ti. Ja, dhe ti ke regel në në, dhe i futi tralala të ti, po, se dine se për 2 orë të kënu, me po është në djes, e tu pas parasysh apo knoqet kjo, apo knoqet aj. Është... Po, kisha thonë shumica nuk e kuptojnë atë pjesë të punës. Shofin vetëm atë pjesën që ama se ishe veç të kënu. Është... E sa e të thërë mu, a në shpinë të? A, dhe ma se sa fu lodhë putit. Ja, ma, se më lodhë, të mësë. Ndasëm ishe, ma nëjnë. Ndasëm të kërë. A të të gërat ka i ka të ramë. Ja, në ti Allahun arrujt, i thonë në... A të mu fërti. Bëllë se ke pa balsat, ke pa të ndasëm të qëtë një që për tjetër. Ojtë, zërë, kam pas kam shku për atë punë, me kam shku me kënu. Ja, ma thëtë se e kam shku një shprejhje, në rrëdën thëtë, atë se kur knoqet syni ka hef trupi. Ja, pa ki tjeshtë. Bujarë. Pukër, shprejhje pukër a mësar, Gura jote me thonë drejten, unë nuk e njofë, po ja duhet me allon dorën aja është heroin. Se me lanë bujar qamili, me shëti tonë bote, në nëj e këtej. Ashtë një merit e madhe shumë, Po zote, hime i nëllësina. Ja, faktikisht ti ke të drejtë, sinqerisht, po.
Unë e kam pas në fat madh dhe për krahë jashtëzakonisht madhe në jetë, që si thash ditë me një 46 vjetë s'ken. Me ka I këmish në vjetë me pa hyporosi, thonë 46 këmisha. Alla mërzitë, në slumet e të teshat, bangadi, shka hajde, nisu, herë, me ka da I sakritim pegim, a ta në konë ka ndaj vetëm, më të ndrejtë. Ta në konë vetëm, me të në qënë desit, më ta është një sakrifis pegim, se kur I thamun sa të kam punu, I thamun, kam punu, thamë kam fitu, thamë 2 lekshe, kam fitu 2 lekë, thamun I kam atur, jo ma thamë 2 lekshin, thot e kena bashtë, po pse thamun, po e kjo në të që, ke I këtë të sminë, ku shë ka majtë, e shpinë, ku shë ka majtë, A ty ka drejt, no? Po, se në gja, a kishe mujti me shku me shetit, si kur se me të fëmit, dikush a do është një mujt. Ishe që fëmijë ndër kujshime? Jam marë, po të kujshia ta moni ditë e 2 ditë, nuk ta moni gjithmonë, ti ki kenë moni shumë rruga shtasë në shpi. E në parë, kur kam marrë në Amerikë, kam në 6 mujë. Pa kam marrë në Amerikë në 89, në 90, për parë. Ma ne kam marrë 15 herë, 16 herë është. Edhe në 89, pati ka të dalë të hi, sistem. të hi sistem, të dhru. Edhe e në parti dhe direkte New York. Edhe kemi këtu të I lokal Il Galeto, në New Jersey. Edhe ulma atje marrë, e ulme në Kennedy Aeroport. U kishin pa në aeroport. Po kishe pa marrë unë në shokë të mjë tanë që kisha marrë këtë grupin me vete kam pas. Apo 6 muzikantë dhe I këngëtare. Ku kishin pa në ashe ma futën marrë aty kam me shku, marrë sëpë. Kam ma shaz, t'ishim me fornë, asë kur qamë, vetë se mastu mes njerëze. Shku shumë të tanë kalabën ku të shri, ta jashën në dalë të shri, në mastu në, et. Pra dalë jashë, kanë dalë në kënë prit në makina, sa kena, e dinë si ashte kur futesh në New York, ashtë në dishez, që lën New York. Ose kur hyp në New York për para si gjigant. Në kem planet tjetër. Ja, ka e tjetër. Ush kena pa, që me pa ku jena, mo, qa, mo, shumë, që di malë. Dhe, aty nga për pa, nga leto kam dhe 6 mujë, do që me dalë të gruja. 6 mujë do në I vete. E sa kanë të nëshnija? Veqe. Kanë, qarë me do të 4-9-5 vjeqa. Sakrifis? E malë. Po pra, kështu që mas marrin ma shumë se gjysen. Gjysen I më shumë, gjysen e pështetin. Iko, ja që jam. E kanë bëha bukur këtë punën e shtetit. Gjysen I da me gërur. Po brata man. Po, ba. Në gja, ju I herë o plak shi bashko zët, edhe gjithmonë gëzime, faqe në shpi. Maruma? Jam marrë prej të sekund, prej të marrë E ma. marrë të ka shpak? Jam marrë ma, kja ishte thjesht për punën e grus, se më prej të zëtë rëzikun, se kemi në diftuti në I planën e I gjo të arshëm. Pa, kur vjen punët e planit, dhe me thënë që a funde. A? Mirë pro. I kështë një jonë. Ja, marrë, ja, na në gja, na e përzim, nuk e bajnë krejt ashtu. Okej. Drejt, si mas... Koncertin e ardhshëm në nimën e të mallin sot, kam dëshirë, nuk kam pas gjithmonë dëshirë faktikisht për me bënë në stadium, një koncert në hall, edhe ashtu ishte gati tu bas stadium, pavarësisht disa gjanave që nuk shkuën. U amëllu koncertin në stadium, u ba para bashkisë. Edhe Në Shkodër? Stadiumin në Shkodrës? Stadium Shkodrës. Por, aqit kishte national kontare, në asë një nuk e lejote me hi fushë, edhe u detyruam me bam edhe në shesh. E bam shesh, ti nuk e imagjinon, po të futesh në YouTube. E po të kërkosh koncerti I Bujarit në shesh para bashkisë, aty do shohësh se kur shash Shkodra. Unë nuk di ta përshkruaj shumë, se po kam janë emocionum sinqerisht, se gjithçka e kisha direkt, gjithçka e kisha live, me orkestër fantastike, që dhona na me orkestrën e Vils Shkodranit. Kishe këptarë këtu Martuela Tosin e shkëtësën e tishit, edhe të miku të Mateusin, të nësëtohu. Po e kalon me bukur, rrët gati 2 orë pa 7-8 minuta. Se, po shkaj mirë, shkaj bukur. Edhe koncertin e arshëm kam me batu. Po nuk u batu, në qëse nuk u batu aty, edhe do të bërë një koncert
me të vërtet ndoshta edhe më të bukur nga ana cilësore, sepse stadiumi është stadium. Stadiumi është për efekt publikut e atmosferet e atë tjetër do ta bëjnë në pallat e kongreseve. Ku i kanë bazë 3-4 tjetër. Atë disha me thonë, nuk është se s'ki bë në salla. Në aty ku i kanë bërë 3 koncerte të tjera, të bëjnë të tjetrin në pallat e kongreseve. Edhe nuk ka shumë spektator shumë. 2200 punë kisha Burzhli në Shkodran në Shkodrës, sepse shumë herë më thoshin pse na çon në Tiranë, sepse faktikisht ishte një tjetër sakritic, sepse bileta do të 15.000 lekë. Makina karburant, me hangërit drejk ose ujë dorë kur të thesh po. E tjerë ishte një strapacim i madh. Në gjërat e unë kam pasur në sallë për çdo herë, rreth 2000-2200 vetë, e 2100 zën pallatit tjerë kanë qëndruar në kamp. Edhe kështu që edhe kësaj radhë do bëj një në pallat kongreseve. Edhe them si ka përshkuar jashtë ndërshënjer. As nuk diskutohet ajo. Këtë radhë do bëjmë me rastin e 50 vjetorit në skenë. 50 vjet s'ke. 50 vjet. Gjithë shekulli. Të maj Gjithë me shekull. kur ke në këngën Quba këngë popullore. Po. E ka Ti do të këngë jesh e vogël. e vogël kanë ke. Dhe më thonë, një atë që është e vetë, dhe më thonë, Ne që ke pa. që ba ka regjistru memoria. Po. Edhe ka ken ajo bajbeje, se nuk është se e kam pa kundesh, bajbe ka ken ditë haneve. A nuk e di, ka ken një emision muzikit, tësh zot sa vite janë. Për me në shu kur ishte në monë në vitin e, so mund se mojnë. Të 84 ose 85. Në 86. Këtë e. Ky vit është. Ka qenë mbrojnë e musikës popullore Po, me shumë këngëtarë që nuk fitoj merita. po. Meritani. Ju tre keni kënë, Eli, Merita dhe ti të fundit. Dhe Eli, i dyti unë, Po, po, ju tre keni dalë dhe deri tërë këna dhe në finale. deri në finale. Ju keni kënë të fundit atë e masha. Ane mu më thonë ma e këra. Më thonë ma e këra në të se atë të njëve. A ishte pa drejtësi? Pa drejtësi. Që ma si banë Shqipëri? Si banë Shqipëri? Por, Sepse ki pas një, të më thonë, bate isha shumë e faktikisht nuk e priqe deri në të gatë, se unë isha me 29 pikë para. E majmon që ki pas Se me shumë, 29 pikë para, vetëm një ori kishte met. Ajo ori jep sikur 2 pikë mirë të mu, nga 30 mundshme. 2 pikë mirë të mu dhe që në 31. Edhe si nëzet e kush. Kështu që mu më dhanë as i pikë, e ty në tjerë jo në ka 30. kam kenë, Ka nga lura Zakonisht të në Shqipëri. Aranci ka që me të dy ata që kanë fitu, në jena shumë mirë, jena shumë tashtën, unë i respektoj shumë, ata më respektojnë shumë, sa herë përmendim që eshim njëri me tjetërin. Kështu që, e vërteta është se të tre keni kenë artistat vërtet. po skutim në? Edhe, Ne kena kënë 6, po 3 u eliminun, ishte një fjallë. jo, dhe më thonë ju të fundit. Po, Nuk është se, ishte Eli, ishte Rita, isha unë, ishte Afrodita Zonja, Baldet Hoxha edhe Petrin Luli. Që 6 share. Ata u eliminun, vazhdu me rrugën. vetëm gjashtë kanë komplet? Po. Që ishë në fillim? Oh, Po mu bani përshtypje ma shumë sa si herë, faktikisht nuk e kam të thanë. Nuk e kam thënë asë herë, asë një intervjise e kam Oh, thënë. faleminderit. Pra, s'po kishtë që pas shpët qetë me e thonë, Ja, thuje pra. po ka ngalu shumë vite, unë bani shumë përshtypje vlerësimi i ti nga pi. Si një shkodranë e dej, një shkodranë me tradita, një shkodranë një aktore madhe, një aktore fantastike që si vjen Shqipëris ma, me i përjarë dhe artistash, me një palok kurt mrejnë me, po dhe me ta përshkru familjen e saj, bani përshtypje kur i dha Eli Fars 30 ditë mundshme, mund vëlla dumbe. Se di, ala e kam kujtes temat, ala nga me në trunë kam e. Nuk e ki pyta si herë? Absolutisht. Sa kam zanë vojle, u ka prospekte dhe unë e takë, Jo, nuk e me diskutohet, knaqë, po. në te, partisë e madhe, pa të sotë, po i kjo punë nuk e di. Se kam marrë, se tërgova njerës, po tërgoj me dalin tjetër, se dhe kam marrë se si e punë.
Oh, po ti hajt fare se s'ka mo. një gjë, se ke thonë të asnjërin aty. Ja, s'ka mo. Edhe Ja, një... disa e kam thonë të i tjetër, s'du me thonë ty. Oh, po se kina më i nëmër, mo? Ja. Ja, di thellë dhe Ja, për... për sotën se di thënë. Oh, veç një sekret do me do me udhënë? Për tinken, e di se i ka dhënë Elifas 30 pikë të mundshme. Edhe janë habit qilë. Janë habit tonë, që do të thonë shkodër. Po. Që ka mundësi më tha. Që Allah më tha Elifas tha. I nga në jadë mund thonë, të të mund sa. Kam ka vete. Pra, vete e di qa. Kështu, si. Si nape. Fjallën më të buri këtë që. Nake. Shkodronqe për Shkodronqe. Shkodronqe. E kështu më marrë djali. Ma bojar. Kur ti va në Amerikë, ta film ka i grot Inshallah vjen sa më shpejt. Ta film ka i grot Inshallah. vetë. Ke plan për në Amerikë? Base për vitri. Do është për vitri po. Inshallah. Mos na lën rrel. Ja, do vjen do vi pa. Se kam kopa. He, janë bërë kësa vjetë, se zi sa, bëja ki vjetë. Kam ardhë 3 herë, 4 herë kam shku New Jersey, New York, në Boston, prap New Jersey, New York, në Philadelphia, atje në Detroit, asherë. Kur kam kënë herë në furit Detroit, e majtë me në dhe këtë, unë njësëm, thëtë ai që organizot e koncertit, nuk kena avion më. Që s'ka avion më, thëmë, përse me shku, thëmë, bicikleta. Ja, da ofër, pa. Me thëmë, jo, thëmë, përse me shku, më thëmë, e 5 motor në makinë. Dhe thëmë, që me shku. Ate ma burë të shkërë të të veqovë, në të famë, sa shumë, jo. Ishtë organizator, ka kanë organizator, Gjergj. Shumë majnë në mjerë? Pa. Gjergj. E organizuar një Parallel House, këna organizuar koncertin. Këna kanë unë e Sinan Hoxha, se di kushte, Arkeola. Për vitrinë nështë të ka herë për 1 janar, mas vitit 3. Po. Edhe, jo më nda, thashtë, s'fjona dhe, 15 pashë, zotë, në dhe, më lutën u da. Mas të lëndë që në një se, ka këna me poni, me ne. Po. Hajde marë të pa ike, më dresja, hamër të më në makinë, ku, edhe kishim maru muzikën 4 datës, e më nisë në 6. Ska vjen, që dyne kështë, hajde ikme, më nisë. Për të kujtë të diko, si e thonë, marë, Slovenia, pa, 6 ora rrugë. Për Slovenia. Çfarë buret, marë? Për 7 palqive, midis malis. E burë, marë, e të nënë me atyre, pa ku ka koncert sonë, dhe me që në qëtë një projektu, marë. E qotat shkret, kishtë do t'jem 3 me vedi, herën ata brigadat, e qoj makinat, veni zingjirë, pa, si e majnë me në ditë. Natën, 2 natës, në zoni 2 natët të mesëm ishte koncerti. Oho. E me zingjirë, se ishtis malore ati. Po, është malore midis malis. Malore ati, te që kena zbrit poshtë. Aja, artë më nëjnë në? Bana 2 koncerte, bana dhe një koncert e një, se di janë në Burqen, që atu që, një kishte një këshu, një tip diskoteke. Bërë shnosh, shu. Në New York? Në Detroit. Detroit. O, po. Ke di ku i kanë. Ishte i buri shku, i shnosh. Po. Aja dhe bori te hoteli, mori makinë, qfarë bore. Ashtu s'pushen bore akor mori. Ja, zbuti kje, ki 9 vite parë, se do t'a kesh një 7 vjeqar që s'ke arë. Pa ka, kam shku në Arizona. Në Arizona, po. Kam shku në Arizona, kur shaf atje, këto me njifse, se ishë njifse Detroit. E të po ti këto më përë, ka amik, ma tha kam këtë dutek atje, tha. Ashtë një noj, një shkur një vogët noja. Kam këtë dutek më përë, tha, unë e do pësysë jam, atje tha, më mjëta, tha. E arda këto tha, Pa në gjë, dzeti veç në verën e kanë të merë. Ne e kene... Ate surin, ke? Vera është të merë, por i në mësu dhe zbuti fije. Vazhdo marë, Jo, desha me thonë që rinia edhe këta artistet e ri, gjithmonë shofin këta brezin e vjetër, kuptimin e fjallë si idhuj. Dhe me thonë, bajnë shemoj, dojnë më banë si ata. Dhe shumica e rinis edhe disa artistave që unë kam pas komunikim me ta, gjithmonë kur flasin për ty, flasin me një relacion tepër të naltë, sepse mundohen me hinë shinat tuja, është shumë e vështirë, po ata mundohen
çfarë mesazhi kishe me i dhanë rinis, cilë do më marrë me këngën dhe me muzikën shkodrane dhe muzikën shqiptare? Tashti, në qoftë se ka këngëtar që i ka për krah, pa asnjë lloj interesi, të këngëtar të ri, jam unë. Jo me ta thanë me gojë, po me ta thanë me fakte. Pse? Unë nga nërë shumë këngëtar, edhe duke më thanë tillë tërëq. Aman da bëj këngë me ty se e kam tepër të nevojshme. E unë të qesh, gjithmonë i thëmë, po mi ma atë ditë shili, dhe me fitu, thëmë unë, në përmjet, me, me thanë. Po, thëtë, vetëm i këngë të bëj me ty atërë. A unë ka marrë, për shembull, mik të emin që unë e du fort, e du tamam fort, e kam shumë mik. Ka marrë Mateusi, probë, që kam bëj duhet me te. Dhe Mateusi mori për pjetën. Ishte një trampolinë e Me një këngë që dole unë, edhe me dhe rak tak, sa më rambani, kur unë ty të pash, rak tak, sa më rambani, shpirtin ty të thash. Tanëve dashnijet. Po, shikam këngën. E di? Edhe mori opa. Bana një duet me muzikë të Adrian Hilës me Rovena Ibrahimi. Nga ju, jashtë zakonisht të. Bana dy duete me shkelzen një tishi. Ty me duet shkelzen një tishi. Bana një duet tjetër që kanë ardhëm kanë thane, nëse i kam thane në kuj. Bana i duet me Shkurt e Fezën, që kishte i përvjetor, Pas. Apo dy me Shkurtin. Një ka këndo Citalteno e një tjetër, kur ka pas një përvjetor veta e në Kosovë. Dy. Këngëtar tjerë, nuk di me ke kam bërë tjetër. Kam bërë me Ideal, të shi së kujtojt e emri. Ke shumë se ke me Luanën. Aja është jetën në New York, është këngëtar. Nga Puka më duke tash, është një këngë e Edi Valirit, zjarë, vetëm zjarë, e tjerë është një këngë. Shu? Mas e ki fjallë për Ilci Ademi? Ja. Ilci Ademi ka të është një fjellë që më thotë, pa bojmë, aman ata bojmë, pa bojmë, për të një fjellë. E i rritën të në kejko. Shumë jarin. Dare herverin dhe ajkin, që jam dhona të shprehë, të mortë Amerika me të mirë. Në i dikta në gjona, që si prejtje. Pëse. Kam u i kërkes nga Bona Peraj. Po. Bona në njështë. Një gjërë. Një lërë. Po. Kështu si, me gjatë, unë kam një shprejhet bukur. Marëm. Nuk kam shprejhet. Por e kam gjithmonë në tru sa e që i bëj komunikim me të tilla këngëtar. Për shembull me një këngëtar mashkull. Për djalin i mirë të jap motrën. Për e këtë punë s'pa. Tamam. Atë pëlqen? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Unë nuk mund të sakrifikoj për ty me kënd tim, pas vllajën. Pasi. Që ose ti të në kangë. Shpozoj po marim shemull Manjolës. Manjolës është mëtare këma. Du me pasët i duhet në ty. Dhe me daman një fenar. Me daman kena shushtë, një kena mitësi, një kena... Po, Manjolës kam për të tyrë me thanë, i për në kangën, edhe ma nisë. Ta në gjej ku jam unë. Këtu. Ke kanga jote, ku jam unë këtu. Që ose unë në një vetin mirë. Edhe me daman për shtatë të kangë. Pse ja. Në gja me vetin s'du me marë. Ta me i duke në Milano. Që ose kanga së më përqenë, unë kanë këthyre në kompozitor shmërapës. Me Edi Balili, me Shpetim Saveqe, me Sekaj Dibrano. Ja mora kimi nese. Nese janë shumë. Ishë vlaja ti ministrit. Non gjela. Në tanë, kanë bakon për bujarit, se s'kënë bakon.
Kur kam në gjuj, kam thonë, falë, për mu se është, jemi aty kujtë tjetër, sa problem se që nda mu kam. Për që këshu u të thonë edhe më njërës, që që e dike tjetër, bane se shëf vetin tu. Ka kanë parin e jemi tanë jetën e jetën. Në djënin temë e kanë të thuj mremsht, për din, qeka, ku nga po i konë, ka konë, jepja të kujtë tjetër, se du. Sepse ti unë nuk ka problemi për me por të qa për vete. Po, unë kam arrit në një start, si me thonë Një status tjetër. që kam arrit me mune me djerës. Dhe pa për krahje e kërkuj në botë. A kompten? Me thonë, kam arrit deri këtu. Pa vazhdi se unë kam kalu në për dur që qyshme, si Markaftalli, Luan Borova, Nazmit Lishi, kam kalu kompozitor, muzikanta, që kalon me kalu vine, dhe pentagrame. A kupton? Edhe kështu që kam arrit deri këtu, edhe nuk kam qef me ra vetit nesh me diçka pse ke qefti. Ashtar. Zman. Mesim shok, pa me pi, rrin, knaqena. Me kësnoj bashkë. Jo, aja është, në gjo, vjen për një brezit se kur përmend pikon, shoqëria Lushin, që kanë kënë si profesora me kuptimin ke marrë mësime prej artistave që s'kthehen ma. Unë e rrit në... Edhe normalisht unë kisha thonë shumë pak mundesh me zgjell artista që e quajnë vetin artista sot veç. Biles, kisha me dash me ta bëje pyetje, ndoshta është pak me stec. Por, ke kishe zgjell ti, artist, Milan emën artist. Brezit, jo brezit tanë, brezit të ri. Në gjë po jajnë, edhe se problemi, nuk ka se Shkodra flasë, në Shkodra më flasë. Nuk ka se Shkodra s'ka këngëtar. Ka këngëtar të mirë, ka këngëtar shumë të mirë, ka këngëtar që janë satar që të më thjesht Po përqej, lokal. po. A kupton? Po të shkoshin belit pojnë, në gjësh këngëtar, ka sa të drush, po edhe shiveti se si Po, unë kënojnë, ose kush përqenë, kush të përqenë. po. Por problemi është se a shumë e vështirë mi i ba për vendi. Ata pa diskutim do të dalin prapë jashtë natyrës. Prapë do të vazhdojnë punën e vetë. Nuk ka se mesin në të ujna. A kupton? Se ti mund ta marrësh që këngëtar, po pa një këngë me të, s'mund bashkë me temi. Ose s'mund ta marrësh që të kur me vete. A kupton? Pa një këngë, pa një dy këngë. Ai prapë ata ujnash. No. Prapë kemi Normalisht, ato, pa diskutim. Pse? Ndodhja. Si është i shpreje kur jenë kallë, flet njeri që sësë. Dhe sa bukur t'vinë që janë? Bukur vjen. Taka, 3 orë s'ku shanë e roni. Më pëlqen. Si jenë kallë. Edhe për me dash me morë, unë kam marë këngëtar. Jam unu. I kam qua në për koncerte malore. Po prap, ata mesin një ata qira. Ato a kotë mu marë, a mje mos mu marë me këtë. Ta. Po Shkodra që ka këngëtar të mirë, ka këngëtar të mirë. Ka në një patëkëtësi, në ta thamon, patëkëtësi. Se cili këngëtar, prej tyre, është vështirë me kalu lejë. Kanë mëllë për arsye ekonomike. Sepse, po të shkosh të shiti, një këngëtar që të thonë këtu, s'po marrë me emra, në me shku me bajkanë të Edi Padili, mora shenë dhe Edin, a i kërkon një 2.000 euro kërkon për kamat, 500 euro shtojnë teksti. Jo tjetër e tjetër, huga me shku të isa herë, me shku i shka një 3.000 euro, plus ma neme një 2.000 shkon të liki, a ku të në vëjbohen ati një 5 milion lek me ma një ka. Në Shkodra është e fështirë. Unë jem këngëtar që i kam marrë të gjitha shkallet në ra.
Tu fillu të aja, tu hek keq të shku dërë të bëja, tu hek keq të shku të cëja, e dhe që ka marë, s'ma thëmë të zëja, po se di ku që ta ka një gerë ma poshtë ma zëja. Me qas, ma do, tësh thash nuk ka qoshe dëbocë që ty për dhuntin që ta ka fali madhe Zot. Edhe për mundin që ja ke ba, sepse mundet, në gjo, jo gjithkush ja din vlerat se tanve kur i thojnë a jep Zoti ka i dhunti. Po jo gjithkush ja bën mundin. Mundesh me pa zonin flori, edhe E lërat punë. se nuk je i Zotit, do më thonë, ose nuk ja din vlerat, ose nuk e di sepse thamë që ka dhe artista, edhe si ka hecë ndoshta kanë zonin shumë më të mirë se disa tjerë, edhe si ka hecë edhe kanë me të aty. Po sa dush. Bujar, pavarësisht se kena një largësi shumë të madhe Amerika me Shkodër, por unë niva prej mend si me kanë Shkodër sot, ty bashkëbisedu me ty, edhe unë personalisht një jemi privilegjum që pata mundësi me komuniku me ty nëpërmjet podcastit, edhe ishe aq original si i kanë gjithmonë edhe si i gjithmonë, dhe thjeshtësia jote dhe modestia jote të bën edhe njëri më të madh, jo vetëm artist i madh që je. Dhe të falenderoj shumë që pranove me marrë pjesë në Odem Podcast. Unë ju falenderoj ju, ty Mark, që urgjove ka qëherët i rrë parë për i shëgjumit, edhe 2 miqë të tu dhe të mitë, së bashku me Ramazanin, Elvisin edhe Manjolin, që e kam simpati. Ma bashkë se njohë ka. Pa e kam pas gjithmonë, e kam pas me mende, Manjolin. Ne kuptim me mirë të fjallës. Edhe kështu që unë ju falenderoj ju që ishit me mungu së bashku, dhe besoj ju e fjallën që nëse do jemi koncert në Detroit, do jemi këtu në studio direkt. Drejt për së drejti. Ku ju tjeni aty drejt për së drejti, do jemi në studio. Se po më përqenë edhe pami aty mrapa me ata tritare që me kanë berat, se berati pas në një. Edhe ju falenderoj edhe ju shumë, dhe kalosh i bu. Merci. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Odës. Kam qejf me Allan edhe një mesazh vogël këto shikuesave të Odës, se ku ka më bukur që ata arritën për me pa edhe artistën e më se Oda, se kena tam është e Oda shkodrone, patëm edhe do ju isha një mesazh për ta shikuesat ta. Do të pare, unë jam njëri shqiptare, parë do që janë, që bërë që vidi, nuk të dishkenje asë njëherë, parë të torin dhe me kanë të njëherë, por në veçanti për të gjithë shqiptare që jetojnë Amerikë dhe atëm në Detroit, juroj të jenë të lumtur së bashku me familjen e tyre, dhe besoj se shumë shpejt do jenë mesin e tyre, do jenë një shumë mirë se të gjithë do vinë me anësa. Si gjithmonë koncertet e tuaja si janë kur pa mushën plot e për plot, do jemi edhe do jesh gjithmonë i dashur i popullit, edhe pse këto titujt janë ma, por ai për mua titulli më i madh është ajo dashnia që më ka thonë për popullit. Faleminderit edhe një herë Bujar që ishe pjesë e Oda Podcast. Faleminderit Mark që i çuherët sot, dhe të ju rrutanëve kudo ku jeni, paqe dashni pafund, shifemi në emisione të tjera. Mirupafshim. Mirupafshim.